Ndarja e balerinëve të njohur Nada Hoxha dhe Gerd Faso ishte një histori që bëri shumë njohur në media. Sipas burimeve pranë ish çiftit, gjithçka nisi pas një tradhtie që tronditi rënd Nadën. Thuhet se personi që i kishte fituar më shumë besimin ishte pikërisht shoqja e saj, e cila më pas krijoi një lidhje me Gerdin. Kjo situatë çoi në fundin e martesës së tyre dhe la një periudhë të vështirë për balerinën. Vete Nada ka folur publikisht për dhimbjen, gabimin dhe sfidat që shoqëruan në atë kapitull të vështirë të jetës. Megjithatë, ajo që tërhoqi më shumë vëmendje në atë periudhë ishte fakti se ajo mori një vendim. Vendimi ishte që ajo të vazhdonte të jetonte në të njëjtën shtëpi me ish vjerrën. Arsyeja sipas saj ishte lidhja e fortë që kjo e fundit kishte me nipin Rohanin. Nada mendonte se largimi i saj bashkë me djalin do ta rëndonte rënd ish vjerrën e saj. Ndërkohë që Gerd Faso vazhdoi jetën e tij me partneren e re, Nada dhe djali i tyre mbetën të jetonin me nënën e tij, duke ruajtur kështu një marrëdhënie të ngushtë familjare. Por koha duket se ka sjellë një tjetërktesë. 3 vite pas ndarjes, Nada Hoxha dhe Gerd Faso janë fotografuar bashkë në aeroport, teksa u thonin drejt Madridit së bashku me djalin e tyre. Mediat ros kanë deklaruar se ky është hapi i parë drejt rikthimit të çiftit. Ajo që duket qartë është se kur në mes është një familje dhe një fëmijë, raportet mund të ndryshojnë me kalimin e kohës dhe plagët mund të zbuten. Nëse dëshironi të ndiqni më shumë zhvillime rreth kësaj historie dhe lajmeve më të fundit nga bota e personazheve të njohur, abonohuni në kanalin ton dhe aktivizoni zilen e njoftimeve për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit që na ndiqni.